Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Emisioni kësaj mbrëmje do të jetë i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë do të flasim për misterin e vrasjes së një vajze të re nga Palestina në mënyrë të mistershme në kryeqytet. 24 vjeçarja Rayan Aluan u gjete pa jetë brenda një apartamenti të marrë me qera. Policia e shtetit ka shpallur në kërkim Fadi Aluan, 49 vjeçar, i cili dyshohet të jetë larguar në datë 22 shkurt nga Shqipëria drejt Greqisë, më pas në Amsterdam e në finale mendohet të jetë larguar drejt Libanit. Çfarë thot dosja hetimore? Çfarë thon dëshmitë e personave që e takuan për herë të fundit vajzën përpara se ajo të vritej? Ka vrar bashorti bashorten apo babai vajzën? Është një krim pasioni apo incesti? Çfarë e vesh me mister këtë ngjarje kaq të rëndë dhe tragjike, që sigurisht ka ndodhur në një nga zonat më të lakmuara në kryeqytet, në një apartament të marrë me qira nga ana e çiftit, nëse mund t'i quajmë në këtë mënyrë. Për herë të parë në emisionin në Shënjestër do të hedh dritë mbi disa detaje të papublikuar më parë, sikurse është fakti që autori i dyshuar i kësaj ngjarje mbante ndër të tjera edhe një pasaport kosovare. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndalemi tek korrupsioni në Universitetin Bujqësor të Tiranës e për herë të parë do të publikojmë disa mesazhe dhe komunikime mes rektorit të universitetit dhe njërit nga biznesmenët që ka fituar tenderat të cilët sipas PAK janë tenderat të dyshuar korruptiv. Një korrupsion i cili ishte ulur këmbkryq në institucionin arsimor e që është finalizuar me 24 urdhra ndalimi, arresti, por edhe masa më të lehta sigurie. Përpara se t'ju prezantoj të ftuarit e mi për këtë mbrëmje, do të ndjekim një dokumentar që ka të bëjë pikërisht me vrasjen e 24 vjeçares palestineze, një ngjarje e cila po mban të mbërthyer mbar opinionin publik shqiptar, por sigurisht ka bërë jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Një histori rrënqetëse në zemër të Tiranës. Rrethuar nga misteri dhe me shuman të errta që e kanë kthyer në një xhalo të denjë për romanet policesk. Kjo është historia tragjike e Rayan Aluan, vajzës palestineze, që vetëm pak ditë pasi mbërriti në tokën shqiptare, siç shikoni edhe në këto pamje të saj të fundit në jetë, në terminalin e aeroportit Nën Tereza në Tiranë. U gjete masakruar me thikë në një apartament të marrë me qira ditore, në rrugën Gjon Muzaka në kryeqytet. Aty ku mendohet se trupi i saj i pa jetë. Ishte disa ditë që derdhej në krevat. Krim për të cilin sot është shpallur në kërkim shoqëruesi i saj në Shqipëri, 49 vjeçari, Fadi Aluan, pothuaj 25 vite më i madh në moshë se viktima. Një krim që jo vetëm të rënditi kryeqytetin shqiptar, por që ka ngritur edhe disa pikpyetje, lidhur mbi autorin dhe viktimën, dhe marrëdhënien që ata kishin me njëri tjetrin. Nëse kemi të bëjmë me bashkëshor që vrau partneren, apo me një baba që përdhunoi dhe masakroi të bijën. Por le të kuptojmë qartë se çfarë ndodhi të 27 shkurt në Tiranë, cila ishte thirrja e parë që alarmoi policinë dhe e çoi atë në skenën e një krimi. Sipas dinamikës së ndërtuar të ngjarjes, njoftimi i parë në sallën operative të policisë se diçka e pazakont kishte ndodhur në një apartament që shërbente për qira ditore, mbërriti në orën 12:36 të mesditës së datës 27 shkurt. Telefonate e cila u pranua nga shtetësja Ardita A, e cila në apartamentin që kishte dhënë me qira me Airbnb te 2 shtetas të huaj, pasi kishte hyrë brenda ambientit, ishte gjetur të pajet trupin e një vajze. Më 27 shkurt 2025, ora 12:36 minuta, shtetësja Ardita A ka telefonuar në sallën operative të policisë, ku ka njoftuar se në apartamentin që ka dhënë me qira me Airbnb në rrugën Gjon Muzaka në Tiranë ka gjetur të pajet një shtetase të moshës 30 vjeç. Do t'ishte pikërisht kjo telefonat që do të zbulonte edhe krimin horror të ndodhur në katin e tretë të një vile 3 katëshe, të ndodhur fill pas godinës së njësisë nr. 10 në kryeqytet. Aty ku ekspertët kriminalist gjetën në dhomën e gjumit të këtij apartamenti sipër krevatit, të shtrirë përmbys, një kufon të seksit femër. Gjatë verifikimit të trupit, ekspertët e mjekësisë ligjore gjetën disa plagë në dorastën e kraharorit si dhe poshtë shpatullës së djathtë, në distancë nga njëra tjetra. Ajo që u pyet e para mbi rrethanat në të cilat e gjeti trupin e pajet të vajzës, ishte pronarja e apartamentit të dhënë me qira ditore, Ardita A, e cila deklaroi se në orët e para të kësaj dite kishte shkuar te apartamenti i djalit të saj për të pastruar. Por edhe pse ishte aty, ajo thotë se nuk kishte konstatuar asgjë të pazakont, që mund ta çonte në mendimin se diçka jo e mirë kishte ndodhur në objektin në pronësi të familjes së saj.
Unë hyra për të pastruar në objekt në katin e parë dhe gjatë kësaj kohe telefonova një mikun tim që quhet Adnan Z, me qëllim që të shikonte disa punime që kishim kryer një ditë më përpara, konkretisht disa vendosje kondicionerësh. Pasi kontrolluam katin e dytë dhe të tretë, apartamentet që ishin në rikonstruksion, Adnani i ra derës së njërit prej apartamenteve, por pasi askush nuk u përgjigj, Adnani mori çelsin rezervë dhe hyri brenda. Por edhe pse e hapën derën e apartamentit, pronarja e objektit edhe miku i saj, edhe këtu nuk kuptuan ende se ajo që do të shikonin pas pak, do të ishte makabre. Pasi Adnani hyri në apartament, ai u fut më pas në dhomën e gjumit, që edhe kjo ishte mbyllur me çelës. Këtu ai nuhati një aromë të pakëndshme, të rëndë, ndërsa krevati ishte i mbuluar dhe mbi të ishin rrobat e një femre, momenti kur lajmëruam menjëherë policin. Por për të kthyer pas në ditët që i paraprin krimit, Ardita A shpjegoi për policin edhe momentin se si dy të huajt me origjinë palestineze u pajtuan për të marrë me qira ditore apartamentin, që sipas thënieve të saj, përkon me datën 19 shkurt të 2025, kohë kur ajo thot se miku i saj, i njëjti që u gjend ditën kur u konstatua krimi, e kishte prezantuar me dy klientët. Më 19 shkurt, Adnani më telefonoi rreth orës 19:00 dhe më tha se janë dy klientë huaj të cilët mund t'i strehoja te një nga apartamentet që unë kisha në dispozicion. Unë i thash që jam sëmur dhe nuk mund të vi dot. Pak minuta më vonë, Adnani më tha se ua kishte prezantuar apartamentin dy të huajve dhe ata kishin rënë dakord për ta marrë me qira për një periudhë 2 javore, por fillimisht ne ram dakord që ata do të qëndronin për një natë në katin e parë dhe të nesërmen rreth orës 18:00 i kemi kaluar tek hyrja në të majt, apartamenti numër 1, kati 3. Vet Ardita A tha mëtej se ajo kishte patur vetëm një herë mundësi për të takuar dy të huajt, pasi të gjitha veprimet i kishte kryer miku i saj Adnani. Ata ishin të dy në dukje të rinj. Djali ishte zeshkan, normal, kishte karakteristika të racës arabe, kurse vajza ishte e mbuluar me shami, me konstrukt pak e shëndetshme, me fytyrë rrumbullake. Ajo që i bëri çudi pronares së apartamentit ishte se çifti kishin ardhur pa bagazhe, pavarësisht se do të qëndronin për një periudhë 2 javore në Tiranë. Por edhe pse u ka kërkuar dokumentet e identifikimit, ato nuk ua kanë bën, me pretendimin se i kishin në valixhe. Madje Ardita A thot se ata ishin shumë të qeshur dhe dukeshin një çift shumë të dashuruar me njëri tjetrin. Ndërsa ajo shtoi se të vetmit që merreshin me menaxhimin e dhomave me qira ishin ajo, djali dhe miku i saj Adnani. Unë prej disa vitesh jam i vetëpunësuar si guid turistike, kryesisht për turistë të huaj. Mua këtë çift ma prezantoi një miku im që ka një agjenci imobiliare. Ai më tha që te zyra e tij kishin shkuar dy të huaj. Duke qenë se unë, atë e kam shok prej vitesh dhe duke qenë se unë njoh po kështu Ardita më, e pyeta këtë të fundit nëse ajo kishte apartament të lirë për 2 javët që këta klient kërkonin me qira. Po atë natë, unë takova 2 klientët, që më shkruajtë në WhatsApp në gjuhën angleze, ku pasi mora në telefon, ajo që më përgjigj herë në anglisht dhe herë në gjermanisht ishte vajza. Pasi u takuam, duke qenë se çifti nuk dinte mirë anglisht, zonja më ofroi telefonin e saj dhe me Google Translate më tha se do të qëndronin 2 javë dhe me vete nuk kishin dokumentat e identifikimit, sepse valixhet u kishin ngelur në aeroport dhe po prisnin të vinin. Dhe sa po t'i merrin këto dokumenta bashkë me valixhet, do mi vendosnin në dispozicion. Adnan Z thot se vajza ishte prezantuar nga Palestina, ndërsa djali nga Libani, dhe se aktualisht jetonin në Gjermani, në Berlin, vendi nga ku kishin ardhur në Shqipëri. Ai thot mëtej se nuk i pyeti për lidhjen që kishin me njëri tjetrin, pasi ju duke pa rëndësishme në atë moment. Kontakti i fundit që Adnan Z thot se pati me 2 klientët e huaj ishte data 21 shkurt. Ku nga krau tjetër i telefonit i erdhi një mesazh falënderimi, që nga ajo ditë deri më 27 shkurt, Ardita A dhe miku i saj Adnan Z thonë që nuk patën më komunikime me 2 klientët. Ne shkuam në dhomën e gjumit ku dera ishte e mbyllur dhe pasi trokitëm disa herë, e hapëm atë dhe aty pam se mbi kravat ndodhej një njeri i mbuluar me batanie, ku ndjem edhe aromën e rëndë. Ajo që dua të them është se në asnjë nga ditët që unë kam qenë në këtë banesë, nuk kam dëgjuar zhurma. Ndërkohë që Adnan Z konfirmoi nëpërmjet fotove të vëna në dispozicion se pikërisht shtetësia e huaj që kishte marrë banesën me qira ishte Rayan Alwan. Të njëjtën gjë që pohoi edhe pasi u ballafaqua me fotografinë e shtetasit Fadi Alwan, të dyja të marra nga sistemi Teams. Të njëjtat pohime që dha dhe miku i saj Ledion X,
që rezultoi që ishte pika e kontaktit midis Adnan Z dhe dy klientëve të huaj. Ku nga kthyrja e pamjeve filmike të datës 19 shkurt, del se dy të huajt shfaqen në terminalin e aeroportit të Tiranës, si në këto pamje në orën 15:13. Dhe më pas, në intervalet të ndryshme kohore deri në mbrëmje vonë, ata shikohen për herë të fundit përgjatë kësaj dite, teksa futen në ambientet e apartamentit të marrë me qira në rrugën Gjon Muzaka në Tiranë. Ecejake që kanë vazhduar deri më datën 21 shkurt. Ku i vetmi që vihet re të dalë dhe të hyjë në apartament është Fadia Luan, ndërsa më 22 shkurt, kamerat filmike kapin shtetasin e huaj Fadia Luan, teksa deri vetëm nga apartamenti, pa shoqëruesen e tij. Dhe vetëm disa orë më pas, ai vihet re po i vetëm në terminalin e aeroportit Nën Tereza. Më datë 20 shkurt 2025, ora 13:19, shtetasi Fadia Luan shfaqet duke dal nga obori i banesës dhe rikthehet sërish në banesë në orën 13:40 me një kuti në dorë në dukje si ato të kutive të picave. Më datë 21 shkurt 2025, Fadia Luan del nga shtëpia në orën 11:25 dhe kthehet në orën 12. Ndërsa më datë 22 shkurt 2025, a i shfaqet duke dal nga banesa e marrë me qira në orën 5:23 dhe në duar mban dy qese plastike. Ajo që e ka bërë edhe më intriguese këtë histori është se Fadia Luan, pavarësisht se është shtetas palestinez dhe jeton në Gjermani, mbante dokumente greke si dhe pasaport të shtetit Kosovës. Ndërkohë që dy të huaj kishin prerë bilet vetëm për ardhje dhe jo kthimi. Fadia Luan mbante dokumente greke dhe pasaport kosovare, po më datë 22 shkurt 2025, në orën 9:50, ai ka udhëtuar nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza dhe në orën 12:05 ka mbërritur në aeroportin Eleftherios Venizelos në Athinë, Greqi, dhe po në këtë datë ka udhëtuar drejt Amsterdamit në Holand. Dhe këtu duket se kanë humbur edhe gjurmët e Fadia Luan, që tashmë është i dyshuari kryesor për vrasjen e 24 vjeçares palestineze në Tiranë, Rajana Luan. Ndërkohë, që ajo që shton edhe më shumë misterin është nëse Fadi dhe Rajan ishin partner jete apo baba e bijë. Kjo referuar një shkrimi të medias holandeze të datës 2 mars 2025 me titull "Babai i dyshuar për vrasje dhe për dhunim të vajzës, i fshehur në Amsterdam". Policia dyshon se ishte një vrasje me paramendim ndoshta për nder pasi Rajan kishte një pamje perëndimore. Nga ku fillimisht u mendua se autori ishte partneri i saj jetës, por më pas u zbulua se ishte babai i saj që e kishte listuar si gruan e tij. Policia po kështu dyshon se një përdhunimi ka paraprir vrasjes dhe po heton marrëdhëniet midis të dyshuarve dhe rrethanat që lidhen me periudhat e tyre të qëndrimit dhe përdorimin e letrave false të identitetit. Jemi rikthyer në studio. Ky material që sapo ndoqet është bazuar kryesisht në dosjen hetimore, por edhe të dhënat policore dhe gjithashtu hetimet e prokurorisë deri më tani në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, por edhe vrasjen e 24 vjeçares palestineze. Unë do të kem të ftuar këtë mbrëmje Gentian Sejrani, avokat, mirëmbrëma avokat, mirë se erdhët. Ju mora në fakt edhe nga gjyrimi, kështu që e kuptoj dhe situatën tuaj të lodhur gjatë gjithë ditës. Elker Bushkolaj, gazetar Syri Televizion, mirëmbrëma Elker, mirë se erdhët. Do ta nisim së bashku Elker, sepse kjo është një ngjarje në fakt që po mban të mbërthyer mbar opinionin publik shqiptar për detaj që dalin në dritë në këndvështrimin tuaj. Është kjo një ngjarje paralajmëruar e paramenduar nga Fadi Luan apo mund të jetë një krim i aty për atyshëm edhe më pas është ka tentuar të fshehë gjurmët edhe të largohet me urgjencë nga Shqipëria? Duke parë rrethanat e ngjarjes dhe duke parë destinacionin final që është Libia, një vend me ato tensione që ne i dimë edhe për shkak Palestinës, unë besoj që kemi të bëjmë me një ngjarje të mirë menduar deri në çdo detaj. Që nga hyrja në Shqipëri, fakti që vetëm ai ka komunikuar me punonjësit e aeroportit dhe nuk i ka dhënë mundësi vajzës 24 vjeçare që në asnjë moment komunikonte me zyrtarët shqiptar, qoftë për çështjen e dokumentacionit apo për çështje të tjera që mund të lidheshin me këtë rrugtim. Edhe fakti që përnotimi i dhomës Airbnb-s në Tiranë është bërë përmes lidhjes telefonike dhe kontaktet i ka mbajtur vetëm personin në fjalë dhe asnjë moment vajza nuk ka kontaktuar me persona dhe fakti që nuk ka dalë asnjë moment të vetëm nga banesa, pra siç e fjektojnë edhe pamjet e kamerave të sigurisë, edhe mënyra e largimit, pra duke zgjedhur që të largohet jashtë vendit në një itinerar pak të vështirë për t'u ndjekur, pra kemi parasysh shkon në Athinë, nga Athina në Holand, pastaj të humbet gjurmët dhe më pas mendohet që ka përfunduar në
në Liban. Dhe kjo e komplikon jashtëzakonisht shumë punën e policisë. Ne duhet kujtojmë, Klodi, që ne kemi pas një rast shumë suksesshëm me arrestimin e një vrasësi në Marok, Ruben Saraiva, pra u bën një punë shumë e mirë. Po kam përshtypjen që jemi në të tjera kushte për shkak të rrethanave në të cilat është Libani. Besoni Elker ju fakti që autori dyshuar ka dokumenta greke për dokumente kosovare. Pikërisht se këtu doja të Tu më dija. lind dyshimi. Ne sot realisht ne nuk e dim nëse e ka vajzën e tij, nëse ka partnere, nëse është një viktim trafikimi, nëse jemi përballë personave që mund të kenë lidhje me organizata terroriste, se ne për fat keq gjithë e kemi parë se çfarë po ndodh aktualisht në Palestinë dhe se çfarë pritet të ndodh, edhe ne jemi përballë këtyre mistereve dhe duhet kemi parasysh Klodi që sot të marrësh informacione nga autoritetet shqiptare në Palestinë, në raport me individ apo me persona të caktuar, është thuajse e pamundur dhe kjo e vështirëson punën edhe e shton më shumë misterin rreth kësaj ngjarje Këtu doa t'ju pyes, mendoni ju që autoritetet shqiptare kanë arritur të identifikojnë, pra të kemi identitet të qartë, të plotë të tyre, se mund t'jenë dhe identitetet reme, ka hyrë me dokumenta greke, ka po ashtu dokumenta kosovare? Fakti që ti evidentove dokumentat e Kosovës, fakti që këtu ka hyrë me dokumente greke, fakti që shtetësinë ka palestineze, por kishte edhe lidhje në Liban, mos gaboj, paktën siç dilte në dokumente. Fakti që ka bërë kërkesë për azil në Gjermani, por ndërkohë nuk ka shkuar në Gjermani pas vrasjes, por ka shkuar në Holandë dhe më pas ka shkuar në Liban. E bën këto person jashtëzakonisht të vështirë për të krijuar një identitet të tij dhe një profil të tij, edhe për të kuptuar dhe lidhjet e tij. Ne duhet kemi parasysh, ne kemi vetëm disa pamje filmike të këtij personi, pra ne nuk kemi një telefon të sekuestruar, ne nuk kemi dot tabulate telefonike, se është shumë e vështirë të sigurohen për të zbërthyer telefonin e tij dhe për të kuptuar me kë kishte komunikimet, me kë bashkëpunonte, kush mund ta ketë ndihmuar dhe fakti ato dokumentat kosovare aty janë shqetësimi, pse zgjodhi Shqipërinë. Ne kemi pas edhe raste tjera, nëse u kujtohet ka qenë një ngjarje tragjike kur një djalë vrau dashur nga Neze dhe më pas u hodh nga pallati, por kemi edhe një ngjarje më tragjike që sot e kësaj dite ende nuk është hedhur dritë nga autoritetet pavarësisht investigimit mediave dhe gazetarëve për Gjoja Jokon. E kemi një vrasje që është pa autor, vajza nga Kenja që vjen dhe ne duhet t'i sjellim këto argumente për të kuptuar dhe për të nxitur dhe policinë e shtetit që të zbardhë këtë ngjarje. Pastaj jemi dhe përballë rrezikut të asaj se çfarë ndodh me këto institucionet tona. Si shpjegohet që ky zotëria ka hyrë aq lirisht në aeroportin e Rinasit, ka dalë, kur ndërkohë është faktuar që dokumentet e identitetit i kishte të falsifikuar, pra duhet ketë disa filtra. Edhe mbi gjitha, përgjithsisht shërbimi jonë informativ ka qenë shumë i suksesshëm në raport me këtë çështje që lidhen me terrorizmin apo që lidhen me shteta si që vinë nga lindja, qoftë për arsye biznesi. Por ndërkohë në rastin konkret ne kemi një çedim të institucioneve dhe jemi përballë faktit që kemi një kufon, kemi një autor të dyshuar që është narrati, edhe mbi gjitha ne nuk dim marrëdhëniet mes tyre dhe nuk dim faktin se pse zgjodhi Shqipërinë. Kjo është çështja. A ka pasur të njohur në Shqipëri, e ka orientuar dikush në Shqipëri, mund ta ketë pritur dikush, se besoj nga shqyrtimi i kamarave të sigurisë që janë në banesë apo afër banesës, besoj që do kuptohet diçka pak më shumë nëse ky zotëria kishte raporte me ndonjë në Shqipëri. Do kthehemi sërish pra te mënyra se si ka hyrë në Shqipëri. Avokat, unë dua të ndalemi pak se Elkiri e preku, por dua ta thelloj pak më shumë me ju. Mendoni që Shqipëria është një vend që mund të kontrollojë kufijtë e saj, se kemi dy shtetas të cilët janë të razës arabe, nëse mund ta them, origjinë nga vendet arabe, por ndërkohë kanë hyrë me dokumenta të paqarta deri më tani, mendohet mbajtësi disa dokumentacioneve tjera jo nga Kosova, tjera me radhë. Pra mendoni që autoritetet po bëjnë sa duhet për të kontrolluar? Klod, pikpyetja ime është e njëjtë me zotin që thot Bushkolla i cili thot që pse zgjodhi pikërisht Shqipërinë për të kryer krimin. Dhe si është e mundur që ne sot nuk e kemi akoma të ditur se çfarë marrëdhënie ka pasur midis tyre. Që do të thot ne nuk e kemi të sigurt aq sa duhet kufijtë e shtetit shqiptar. Ne shohim sot që vijnë pafund punonjës nga vende të treta. Nga vende të cilat mund të jenë edhe problematika për sa i përket krimeve të ndryshme që mund të jenë dhe terrorista në disa vende të caktuara. Dhe nuk shohim që ka një kontroll të mirëfillt për sa i përket punonjësve të cilët vinë në kompanitë shqiptare. Unë do të theksoja një rast të cilën e kemi hasur dhe gjatë, personalisht kam qenë në avion, kur kemi ardhur nga Polonia, ku ka qenë ndeshja Shqipëri-Poloni, kur huliganët polak çfarë nuk na bën në avion, dhe ne, stuardjesa dhe kapiteni e avionit njoftoi poston kufitare, që ishte policia kufitare në aeroportin Nën Terezës dhe nuk ndodhi asgjë. Nuk ndodhi asgjë dhe pse kishte ankesa nga vetë të qytetarët pasi pati dhe ngacmime seksuale të një zonje në avion, për të treguar që është shumë e vështirë që të ruhet siguria e vendit tonë, për aq kohë sa ne kemi raste
ku qytetarë shqiptar me ekspulsë të vendet e Bashkimit Evropian dalin edhe hynë lirshëm në aeroportin kryesor të shtetit tonë, dalin dhe hynë lirshëm në portin kryesor të vendit tonë, dhe sot në përballë me raste të tilla që mund të themi qytetar apo shtetas të huaj vinë dhe gjejnë vendin tonë të papërgatitur për të gjetur autorin dhe për të kapur autorin në kohë, për të kryer krimin e tyre dhe për të kthyer më pas në vendin ku ata jetojnë. Pra ata e kanë planifikuar, mendoj. Mendoni që është një vrasje paramenduar? Unë mendoj se po. Kjo është pyetje e madhe dhe kur theme paramenduar, fakti që vinë, pretendojnë që kanë mbetur bagazhet në Rinas, nuk japin një dokument identifikimi, rezultojnë me dokumentat të ndryshëm, fillimisht u tha që janë bashkëshort, më pas janë ngritur dyshime që është babai që ka vrarë vajzën dhe jo bashkëshorti që ka vrarë bashkëshorten e tij, pra ka shumë pikë pyetje kjo histori. Mendoni që është një gjë tërësisht e paramenduar nga autori dyshuar? Unë mendoj se është e menduar, e mirë menduar më parë, pasi gjithë komunikimi ashtu siç u tha edhe gjatë dokumentarit ka qenë vetëm nga një person. Gjatë të gjithë kohës që ka qëndruar në Shqipëri, viktima nuk ka dalur fare nga ambientet. Që të çojnë që ka pasur një keq trajtim ndoshta nga personi i cili ka kryer dhe vrasjen. Unë do doja fort që autoritetet libaneze të rikthenin dhe ta sillin në shtetin ton për të përballur para drejtësisë. Nëse do të arrijnë të arrestojnë. Nëse do të arrijnë të arrestojnë. Sepse dyshohet që destinacioni është Libani. Por shumë gjërat përfshin që ne nuk kemi qenë në nivelin e duhur për të siguruar kufijtë e vendit tonë, për të ditur se cilët qytetar po hynë në vendin tonë, dhe rasti konkret del që kemi dokumentat falsifikuara nga shteti grek, kemi dokumenta kosovare nga viktima që sot kanë ndruar jetë, kështu që janë disa situata që ndoshta duhet jetë një alarm që duhet ta ngrejmë ne si vend, duke parë dhe fluksin e madh të qytetarëve cilë po vinë nga vendet e treta për të punësuar në vendin tonë. Sot ke pa frikë qindra qytetar nga Uganda, nga shtetet rreth nga shtetet ndryshme të Afrikës, të cilët kanë ardhur në vendin tonë dhe janë braktisur nga punëdhënësit të cilët kanë sjellur ata individ nga vendet e Afrikës në vendin tonë. Dhe sot mund t'i shohësh që ke gjithë ditën rrugëve, duke kërkuar punë, duke bërë dhe prostitucion fatkeqësisht. Në vendin tonë. Elker, besoni që kjo ngjarje do zbardhet apo do të ketë njëjtin fat, sikurse ju e përmendët për shembull, një ngjarje tjetër, vrasja e Gjoi Aokos. Mendoni, sepse në fakt autoritetet holandeze, ato gjermane janë vënë në lëvizje, janë duke dhënë informacion dhe duke shkëmbyer të dhëna me palën shqiptare, patjetër që ka shumë pikë pyetje sepse nëse mund të themi dy personat, viktima dhe autori dyshuar, para se të ndodhte ngjarja, kanë lëvizur në disa vende, në disa shtete të ndryshme. Mendoni që mund të hidhet dritë mbi këtë ngjarje, të kuptohet s'pari kush janë dhe çfarë i lidh këta dy persona dhe s'dyti cili është motivi? Përgjithësisht vërtetës, duke parë profilin e vrasësit, pra supozojmë që është vrasësi, në kushtet dhe në rrethana të cilat po flasim, më duket zbardha një ngjarje jashtëzakonisht e vështirë. Për shkak të vendit s'pari ku ka shkuar, por ajo çfarë bën përshtypje është fakti i dokumentave të Kosovës dhe lidhje që ky person mund të ketë me shtetas shqiptar. Ne mund të supozojmë që jemi përballë një krimi pasioni, mund të supozojmë që jemi përballë një incesti. Po ndoshta ne do na duhet supozojmë që mund të jemi edhe përballë një rrjeti trafiku ndërkombëtar të qenieve njerëzore apo trafiku të drogave të forta apo elementë të cilët mund të kenë lidhje me terrorizmin. Dhe unë besoj që ky do duhet jetë shqetësimi më i madh. Aeroporti i Rinasit prej vitesh na thuhet që është rritur shumë numri i vizitorëve tranzit me drejt folje për punëtorët e huaj, po zotëria e harroi faktin që Shqipëria u detyrua të vendos Frontexin kufi për shkak të flukseve të emigrantëve të palishëm që hynin edhe që vinin vërdall dhe që e gjenin Shqipërinë si vend tranzit për të kaluar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kemi pasur raste kur drejt uniformave të shtetit të shqylluar me armë në Kukës nga një grup trafikantësh. Madje ishin vetë aktualisht në gjykatën e posaçme. Ndërkohë kam përshtypjen që më shumë dyshoj që jemi përballë këtij skenari, që mund kemi të bëjmë me personazhe që mund të lidhen me një rrjet të trafikut të qenieve njerëzore. Pastaj, dinamika e vrasjes, fakti që është vrarë me thikë dhe jo me armë zjarri, pasi arma zjarrit duhet kemi parasysh të shtonat, të alarmojnë banorët, të alarmojnë fqinjet, fakti që kemi një vrasje me thikë, tregon që aty ka pasur qartazi një konflikt dhe pastaj kujdesi i tij për të fshirë çdo gjurmë, pra për të pastruar vendin me detaje, për t'i marrë mbeturina dhe për t'i hedhur për të lënë vendin e pastër, pra përveç kufomës. Duke zhdukur çdo gjurmë, duke marrë celular, duke marrë dokumentat e identifikimit të tjera. Qetësi totale. Qartazi të tregon, më bën shumë përshtypje, janë publikuar dhe pamjet në aeroport Klodi. Të jepte përshtypjen e një çifti të qetë. Një çift turistësh. Të thotë njëra nga dëshmitaret, ajo që e ka takuar. Një çift turistësh krejt normal. Është e vështirë të përcaktosh se je përballë marrëdhënies babë-bi, që është një marrëdhënie që ndoshta lehtësisht mund ta dallosh, apo përballë marrëdhënies së një çifti normal, apo përballë
marrëdhënies mes një trafikanti. Sepse ata kërkuan një dhomë me një krevat dopjo, u prezantuan si të tillë, kështu që këto ishin të dhëna që në fakt policia u gjën përpara kësaj situate. Kësaj panorame, Klodi, që ne kemi, duhet ketë hetime shumë intensive në raport edhe me bashkëpunëtorët e huaj. Unë jo më kot e theksova që Shqipëria përgjithsisht ka arritur suksese në raport me persona që lidhen me terrorizmin apo me çështje që lidhen me terrorizmin për shkak të asistencës që ka pasur ndër vite nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe agjencitë ligjzbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe përgjithsisht janë shënuar raste me një bilans pozitiv, pra nuk janë shënuar ngjarje të rënda në Shqipëri sikurse mund shënohen në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe besoj që edhe në rastin konkret do duhet një ndihmë nga jashtë, veçanërisht në zbërthimin e tabulatave telefonike për të kuptuar profilin dhe lidhjet e këtij personi, se pse nuk kishte për shembull dokumente të Maqedonisë Veriut, po kishte pikërisht dokumente të Kosovës. Ne kemi kontingjent shqiptar që në vendet e lindjes kanë aktivitet, atje kanë qenë me ISIS, ne madje kur ndodhi sulmi në Gaza, ne kemi marrë personazhe shtetas shqiptar që jetonin në ato vende të Shqipërisë dhe shqiptar të Kosovës që kemi futur lidhje telefonike. Pra ne kemi një kontingjent shqiptarët që një pjesë e mirë të cilëve përgjithsisht prirën të jenë përfshirë në veprimtari terroriste apo në veprimtari të palishme. Dhe besoj që këtu do duhet fokusohet puna. Normalisht që është një ngjarje për cilën do duhet vendoset drejtësi. Ne do t'i rikthehemi sërish nëse do të ketë të reja. Po ka nevojë për pas një kujdes të veçantë nga ana e institucioneve shtetërore. Sidomos nga vendet e lindjes, pra persona që vinë nga vendet e lindjes mesme. Persona që vinë nga lindje mesme, po edhe nga këto që vinë tashme me këtë fluksin e rit punëtorëve. Nuk e dim çfarë mund ndodhin me ta. Pra ata vinë nga zona të cilat janë zona dhe në konflikte. Në raport me identitetin, po toni të kontrollohen mirë dokumentat e tjera në radhë. Nëse ne nuk e dim akoma se çfarë shtetësie ka personin fjalë, do të thotë që ka hyrë me një shtetësi të falsifikuar dhe ka dalur po me një shtetësi. Përgjithsisht kur flasim për punëtorët, ne duhet kemi parasysh që në pjesën më të madhe përgjatë këtyre viteve është treguar që Shqipëria përdoret si vend trampolin për fatin ton të keq dhe për fatin e keq të atyre. Por ndërkohë tani jemi përballë një ngjarje krejt tjetër të rëndë, duke që kemi të bëjmë me një krim të mirë menduar në perceptimin tim deri në detajet edhe më të vogla. Edhe tek mesazhi i fundit që i kanë dërguar pronares së Airbnb-s për të dëshmuar korrektezë dhe për të mos lënë asnjë lloj dyshimi që këto njerëz mund të jenë problematik apo mund të sjellin problematika, pra një sjellje krejt normale dhe krejt korrekte, pra duket qartë që është e mirë menduar dhe ndaj. Por fakti që kanë dalë në Tiranë si vizitor, dhe nuk kanë dalë, vajzat pak në supozoj që nuk ka dalë nga banesa fare, sipas vëzhgimeve të kamerave të sigurisë, aty tregon që jemi përballë një situate që ka plot mistere dhe që do duhet hetuar shumë. Që sigurisht do ta diskutojmë sepse kjo është një çështje të nderuar teleshikues që do të vijojë, patjetër që detajet ditë pas dite mund dalin në dritë dhe patjetër që është një ngjarje që kërkon vëmendje të shtuar edhe për mënyrën se si ka ndodhur, për mënyrën se si autori dyshuar është larguar, por edhe për lidhjen mes autorit dhe viktimës, janë bashortë apo babë bi, vijon të mbetet ende pa qartë dhe e pa konfirmuar zyrtarisht, edhe pse dyshimet e fundit janë se babai ka ekzekutuar, pra ka vrarë me thik të bijën, me të cilën udhtoi 4 ditë përpara se të ndodhte ngjarja, pra hyn në Shqipëri në datën 19 shkurt dhe u largua në datën 22. Patjetër që vrasjes së palestinezes, emisioni në Shënjestër mund të rikthehet sërish në varësi edhe të zhvillimeve që do të ketë edhe të mënyrës se si do të bashkëpunohet me autoritetet e huaja. Kjo është pjesa e parë e emisionit, patjetër që ka shumë për të folur për këtë temë, po duke qenë se kemi edhe një temë po aq të rëndësishme që ka të bëjë me korrupsionin në Universitetin Bujqësor të Tiranës, një korrupsion me përmasa galopante, duhet thënë, që sigurisht ka përfshirë të gjithë stafin akademik dhe ka bindur spak sipas provave të gjetura që të firmosë urdhër arreste në shtëpi apo edhe masa të tjera më të lehta për pedagogët, zëvendës rektorët, por edhe staf tjetër akademik. Do të ndjekim një dokumentar bazuar në dosjen hetimore ku për herë të parë emisioni në Shënjestër do zbuloj dhe zbërthej komunikimet mes rektorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe njërin nga biznesmenët që kishte fituar tendera që sipas pak janë tendera të dyshim dhe korruptiv. Dhe më pas do të kthehemi për bisedë në studio. Një tjetër skandal që këtë herë ka goditur botën universitare dhe që në thelb nuk na tregoi asgjë tjetër, vetëm se si korrupsioni është përhapur tashmë në formën e vet më të egër metastatike, edhe në kultet më të larta të dijes. Ky duket se është rasti i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Një nga tempujt më të afirmuar të botës akademike në Shqipëri, ku marrin leksione me mijëra student në deg të ndryshme, që i shërbejnë ekonomisë agrare deri te kuadro të së nesërmes në zoteknik. Një institucion arsimor që prej dekadash ka marrë projekte dhe subvencione të rëndësishme, lëvrimi të cilave mendohej ta çonte në një tjetër nivel cilësinë e këtij universiteti, dijet e të cilit kanë një rëndësi të veçantë për një vend si Shqipëria, ku bujqësia, fermat, si edhe agroturizmi në rritje, ka nevojë sot për student kualifikuar.
Por ndërsa kjo duhet ishte panorama e asaj se çfarë duhet të jetë ylli që ndriçon Universitetin Bujqësor, një aksion ndërmarrës së fundit në këtë rektorat, në fakt na tregoi jo vetëm anën e errët të asaj ku janë përfshirë sot drejtuesit e këtij institucioni, si dhe pedagogët e tij, por njëkohësisht edhe për lyerjen e tyre në afera korruptive, që nuk shkojnë përshtat me statusin e tyre. Por çfarë është ky skandal që u finalizua me 24 fletë arresti të prera nga SPAK, dhe cila është përfshirja e drejtuesve dhe pedagogëve të UBT në afera korruptive? Si janë përfshirë ata në tendera që janë të lidhur me kompani të ndryshme? Dhe kush janë këto kompani? Cila është lidhja e rektorit të Universitetit Bujqësor Fatbar Sallaku me kompaninë Krion SHPK në pronësi të biznesmenit Piro Zoga, dhe njohja e ngushtë midis të dyve, që ka quar mëtej edhe në bashkëpunimin që kompania në fjalë të arritë të fitojë tendera të rëndësishëm që lidhen me institucionin e lartë arsimor UBT. Rektori Sallaku, roli të cilit po hetohet nga SPAK, që menjëherë pas shpërtimit të skandalit nxitoi të kërkonte mbrojtje, por dhe të shpajsojë në kryesinë e Partisë Socialiste. Ne nuk komentojmë asnjë vendim të drejtësisë. Ka filluar një proces në universitet që para 2 vitesh, për hir të vërtetës. Unë kam qenë dhe subjekt i marrjes së telefonit, por ajo që unë besoj është që shumica pedagogëve të mi i përkasin njerëzve të ndershëm. Ju nuk jeni një person në tim. 24 veta, mas sigurie për një çështje që ka 2 a 3 vjet dhe që s'ka asnjë lloj flagrancës. Po për te propagandës, le të ndalemi tek faktet. Po nga hetimi thuajse 3 vjeçari SPAK rezulton se 9 tendera të zhvilluar për gjatë vitit 2022 kanë rezultuar me shkelje të rënda dhe dëm ekonomik. Tenderi i parë që lidhet me ngritjen e një laboratori për vlerësimin e cilësisë së ujrave, tender që është fituar nga kompania Krion SHPK e Piro Zogas. Aferë që nis me shkresën e datës 30 korrik 2021 të rektorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku, dërguar Agjencisë Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion, AKSHit, ku kërkoi financim për projektin. Ku nga ana tjetër, Bordi i Agjencisë Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacionin ka marrë vendim për financimin e ngritjes së laboratorit për vlerësimin e cilësisë së ujit. Nga ku del se me sigurimin e këtij financimi, drejtuesit e universitetit janë vënë në shërbim të biznesmenit Zoga. Fakte që dëshmohen edhe nga komunikimet e gjetura në celularin e tij, pas zbërthimit nga hetuesit, ku gjatë hetimit është zbuluar se specifikimet teknike të tenderit janë ndryshuar, me qëllim që t'i përshtaten kompanisë së biznesmenit Piro Zoga, e cila ishte vetme në garë. Romina Koto, zëvendës rektore e Universitetit Bujqësor dhe koordinatore e projektit e cila është përpjekur të shfaqësohet para SPAK, pasi sipas saj, specifikimet teknike të ndryshuara ja ka sjellë me email Irena Duka, por menaxheri i laboratorit të cilësisë së ujrave Irena Duka ka dhënë një tjetër version. Në vitin 2021, Romina Koto më ka komunikuar se donte të aplikonte për një projekt për ngritjen e një laboratori për cilësinë e ujrave, ndaj për këtë qëllim duhet bëj blerja e disa pajisjeve. Për këtë arsye unë bëra disa kërkime në internet për pajisjet që duheshin, pasi kisha parë listat e çmimeve të pajisjeve ekzistuese tek inventarët, por ishin të vjetra. Duke qenë se pajisjet ekzistuese i kishte sjell kompania Krion, i jam drejtuar kësaj shoqërie për specifikimet e pajisjeve dhe për një ofertë të lidhur me to. Ofertën që më solli kompania Krion SHPK, unë ja dërgova Romina Kotos. Hyrjedaljet e administratorit të kompanisë Krion SHPK, Piro Zoga, me drejtuesit e lartë të UBT, pohohen mëtej edhe nga vetë Irena Duka, e cila thotë se pikërisht për këtë projekt e ka takuar biznesmeni Zoga në praninë të zëvendës rektores Koto. Pasi u anulua herën e parë procedura e prokurimit dhe para se të shpallej për të dytën herë, më ka thirrur Romina Koto duke më thënë të shkoja tek zyra e profesor Seit Shallarit. Kam shkuar atje dhe kam gjetur shtetasin Piro Zoga, Romina Koton dhe Seit Shallarin. Gjatë takimit u diskutua për pajisjet që do të bliheshin për laboratorin, sidomos për pajisjet absorber, që ishin edhe kryesoret. Materialet me specifikime teknike për pajisjet më kanë ardhur të gatshme nga Fotion Zoga, djali Piro Zogës, dhe ja kam përcjell Romina Kotos. Zëvendës rektoria pretendon se për shkak se ishte koordinatore projekti, i është dashur të ketë komunikime me biznesmenin Piro Zoga, ndërsa ka pranuar se nuk është bërë testimi i treguar për çmimet e pajisjeve. Romina Koto ka deklaruar se njihte vetëm operatorin Krion SHPK dhe ka komunikuar me këtë kompani në lidhje me pajisjet e laboratorit që do të vinin. Një nga personat që u mor në pyetje si person që ka dieni mbi rrethanat e veprës penale ishte edhe Mirela Muça, drejtoresha e AKSHit, e cila mohoi të kishte dieni për ndryshimet në specifikimet teknike të pajisjeve, si dhe që këto ndryshime sipas saj nuk janë reflektuar as në raportin përfundimtar të dorëzuar nga UBT. Për çdo ndryshim që ka të bëjë me burimet njerëzore dhe materialet të projektit, duhet të njoftohet paraprakisht AKSHi dhe kërkesa për ndryshime madhore kërkon miratim nga bordi.
Nga hetimit rezulton se specifikimet teknike janë miratuar sipas kërkesës së bërë nga zëvendës elektore Romina Koto. Por sipas SPAK, kriteret janë vendosur në bazë të kërkesës së bërë nga kompania Krijon SHPK. Nga aktet e administruara, rezulton se kontrata e lidhur mes UBT dhe operatorit ekonomik Krijon SHPK e ka hartuar vetë operatori ekonomik fitues, të cilën ja ka sjell dorazi shtetasi Amaril Dolleshi nëpërmjet shoferit të operatorit ekonomik Krijon SHPK, shtetasi Armando Kondaj, fakt që e ka deklaruar edhe vetë ky shtetas. Por SPAK thekson se nga hetimet rezulton se edhe çmimi i tenderit është përcaktuar nga kompania. Nga aktet e administruara, rezulton se vlera e shënuar në kontratën e datës 15 shtator 2022 lidhur mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe kompanisë Krijon SHPK ndryshon nga vlera e shënuar në proces verbalin e vlerësimit të ofertave, formularin e njoftimit të fituesit si dhe në njoftimin e fituesit. Kjo vlerë është e njëjtë me vlerën e paraqitur në formularin e ofertës nga vetë operatori ekonomik fitues Krijon SHPK. Si pasdosis hetimore të siguruar nga emisioni në shënjestër, rezulton se specifikimet teknike janë miratuar sipas kërkesës së bërë nga vetë zëvendës elektore Romina Koto. Ndërkohë që Piro Zoga i shkruan të birit Fotionit se aty ke ujërat jemi në rregull, vetëm ne ishim, kështu që duhet fillojmë. Biseda me Piro Zogas dhe djalit të tij. Nigjo, aty ke ujërat në rregull, vetëm ne ishim, kështu që duhet të fillojmë. Okej, shumë mirë. Këto të tjerat pastaj të shohim. Bisedat të cilat përforcojnë edhe mëtej me ngulmimin që bën Altin Murto, që është kryetari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, i cili kërkon nga biznesmeni Zoga që të procedojë sa më shpejt me dokumentet pasi janë vonë. Duhet me ardha ato dokumentat asaj të akshit se jemi vonë. Dokumentet, po i ka gati ajo, domethënë. Po t'i sjell se 5 ditë ke afat nga dalja e shpalljes. Thuj t'i sjellin sa më shpejt që të ashtu pastaj. Keni nxjerr njoftimin e fituesit ju? Po, ka 3-4 ditë o burr, se keni pa hiç ju? Si ka dal kësaj në sistem? Po i ka dal, s'ka mundësi mos t'i ke dal, s'ka mundësi, shihe edhe një herë thuaj. Ja ta shoh unë, po gati i kemi dokumentat ne, ti bi sot, mirë. Në dosjen e SPAK thuhet se Piro Zoga ka marrë dieni që kompania e tij Krijon SHPK është e vetme që ka bërë ofertë. Këtë njoftim ai e ka marrë disa ditë para se të shpallej fituesi kësaj procedure prokurimi. Momenti ku Piro Zoga përgatitet për të filluar me blerjet e pajisjeve laboratorike, pasi tashmë e kishte të sigurt shpalljen fituese të kompanisë së tij. Pasi gjithçka shkon sipas planit, drejtuesit e universitetit i kërkojnë biznesmenit të Krijon SHPK të fillojë blerjen e pajisjeve. Këtu ku del në skenë rektori Fatbart Sallaku. Ai që i kërkon biznesmenit Zoga që me urgjencë të nisë blerjen e pajisjeve. Sallaku, i cili dërgon mesazh Piro Zogas, ku i shkruan: "Më mbyllat e që folëm dje, se jemi me urgjencë." Ndërsa Zoga i përgjigjet: "Po, besoj nesër jemi gati." Ku fill pas kësaj bisede, biznesmeni i dërgon mesazh rektorit të UBT, ku i thot: "Projekti gati" dhe i kërkon një adresë emaili. Gjatë hetimit janë evidentuar shkelje ligjore të personave përgjegjës të nivelit akademik në Universitetin Bujqësor të Tiranës, shtetasit Romina Koto dhe Ilir Kapaj, me detyrë zëvendës rektor në universitet, Bejo Bishga me detyrë përgjegjës i Departamentit të Moduleve Paraklinike, që në kohën e idejimit të projekteve dhe sigurimin e fondeve pranë Agjencisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, ka kryer veprime në bashkëpunim me titullarin e autoritetit kontraktor, shtetasin Edmond Tërthorja, me detyrë administrator i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Veprimet e kundralishme të personave të mësipërm kanë konsistuar në përgatitjen e të dhënave fiktive të projekteve me specifikime të përgatitura nga vetë operatorët ekonomik konkurrues dhe fitues në këto procedura prokurimi. Pas sigurimit të fondeve nga Akshi kanë vijuar veprimet e kundralishme të autoritetit kontraktor në fazën e përgatitjes dhe gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit, veprimet e komisionit të përllogaritjes së fondit limit dhe specifikime teknike apo termat e referencës të koordinuara në vazhdimsi me veprimet e kundralishme të njësisë së prokurimit dhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Jemi rikthyer live, do të kemi edhe një pjesë tjetër të dokumentarit rreth 18 minuta që do ta ndjekim në fund të emisionit, ku sigurisht bëhet fjalë edhe për tendera të tjerë, ku është përfshirë jo vetëm biznesmeni Zoga, por edhe biznesmen të tjerë, të cilët kishin shtrirë tentakulat e tyre dhe kishin vënë në dispozicion të tyre përmes rishfetit, dyshohet, të gjithë stafin akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Elkier, dekani rektori, i fakultetit i Universitetit të Tiranës u
shkojnë në kryesinë e Partisë Socialiste për të shfaqsuar, për të kërkuar që të mos dëmtohej imazhi i universitetit si e pek televizje. Ishte e dyta herë në fakt që ndodhte pas Klotilda Bushkës, kryeministri ftoi rektorin e Universitetit Bujqësor për të mbajtur një fjalë, nëse mund ta them, për të bërë një mbrojtje. Një ndër standardet më të dëmshme që dëshmon degradimin e çdo lloji institucioni në këtë vend, se grupi parlamentar i mazhorancës dhe grupi parlamentar i forcës politike më të madhe në vend nuk mund të jetë në thonjza një studio ligjore për persona që janë subjekti i SPAK-ut, se kjo është një pengesë për punën e SPAK-ut. Zotëria ka telefonin paktën për 2 vitesh, mos gabohem, në SPAK, edhe kuptohet që hetimet nxjerrin detaje të reja, zbërthimi i telefonit, lidhje që ai ka me kompanitë e tjera. Ne duhet kemi parasysh që emri i tij na doli edhe një marrëveshje të firmosur nga Universiteti Bujqësor i Tiranës me kompaninë e inceneratorëve për kërkim shkencor. Dhe ne që punojmë media të Tiranës që s'u ndërtua kur. Po që s'u ndërtua kur, po aty kishte një marrëveshje edhe për kërkim shkencor edhe për deklaratat e tij në raport me inceneratorin e Tiranës për vlerësimet pozitive për kompaninë që sot është në hetim edhe janë sekuestruara, ishin qesharake për dikë që mban staturën e rektorit, por ka një detaj tjetër. Ky rezultonte të paktën në bazë të dokumentit ose listës së pagave që u publikua, që ishte ekonomist në kompaninë e Walter Begës, i cili është arrestuar së bashku me Evis Berberin, dhe madje kjo kompani kishte marrë 44 milion. Opinionin publik, Evis Berberi është drejtori i ARSH-s, po që kishte krijuar atë skemën që merrte parat fondet e ARSH-s. Ndërkohë njëjta gjë jemi dhe këtu, që kjo kompani pra Evis Berberit kishte marrë tendera nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, rreth 44 milion lekë. Pra po thoni që rektori rezultonte i përfshirë dhe i punësuar te kompania Walter Begajt, dhe nga ana tjetër ndodhte si ekonomist bujqësor, dhe nga ana tjetër kompania Walter Begajt, pra de facto Evis Berberit sipas SPAK-ut merrte tendera nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku zotëria është rektor. Në fakt, kjo nuk është pjesë e akt akuzës, megjithatë nuk është, to ka dalë nga detajet dhe nga investigimet. Ne në Syri Televizion kemi bërë dhe një investigim plot në raport me këtë detaj, por më bëri përshtypje Klodi diçka. Ne kemi diskutuar bashkë edhe për çështjen e inceneratorëve dhe për çështjen e sterilizimit dhe kemi parë se sikur vinte puna tek hartimi i kritereve të tenderave u lihej në dorë kompanive që do duhet ishin fituese, pra që përcaktonin kriteret. Por këtu kemi shkuar në një shkallë tjetër, që këto kompani që fitojnë tenderat, gjejnë dhe kompani të tjera që hynë në garë për të rritur fiktivisht çmimin pra për të rritur shpenzimet e koncesionit që duhet merret në mënyrë për të maksimizuar fitimet. Dhe kjo përbën një shkelje tjetër, pasi ato oferta rezulton që ishin të falsifikuara. Jemi qartazi përballë një skeme abuzimi në miniaturë në raport me inceneratorët apo në raport me pesdën dhe me çështjet e tjera, por është një standard që duhet vendosur dhe ja vetëm një shifër. Jo, kur themi miniaturë, s'kemi si ta dimë, sepse janë tendera të tjerë që po hetohen. Po flasim për këto. Deri tani jemi duke folur për 9 procedura tenderimi për rreth 900 milion lekë të akademik, se këtu është gjithë problematika. Ky është paradoksi më i madh, Klodi, që ne në derën e SPAK-ut që normalisht duhet të shohim personazhe të botës krimit dhe personazhe ose politikanë të nivelit korruptuar, ne u bë kohë që ne po shohim intelektual, po shohim mjek, po shohim doktor shkencash, po shohim pedagog universiteti, dhe për fat keq shumë lart në numër që tregon që shtrira e korrupsionit është pothuajse në çdo sektor të vendit. Por për tek kësaj, universitetet publike vetëm për gjatë vitit 2023-2024 kanë shpenzuar rreth 88 milionë euro dhe pjesa më e madhe, Klodi, ju do thoni shkon për kërkim shkencor apo për pedagogët, jo. Pjesa më e madhe shkon për kompanitë e sigurimit, pra për kamera sigurie, për punonjës, për roje dhe për çështje mobilimi, ndërkohë që një pjesë fare e vogël shkon për kërkim shkencor dhe studentët kanë vetëm Wi-Fi falas dhe asgjë tjetër. Dhe kam përshtypjen që me këtë standard që është ndjekur në Universitetin Bujqësor të Tiranës, do duhet të hyet edhe në Universitetin Tiranës, do duhet hyet edhe në universitetet e rretheve. Për të ndalur tek dosja, duhet hetuar fakti nëse këto kompani që janë fituese në tenderat tek Universiteti Bujqësor i Tiranës kanë marrë tendera në universitetet e tjera publik për të kuptuar nëse jemi përballë të njëjtës skemë. Është e qartë që në shumicën e koncesioneve, pra po ti lexosh koncesionet me detaje, janë pothuajse gjithmonë të njëjtat kompani fituese. Unë besoj që SPAK do duhet të shprehë vetëm përgjigjen shpejt. Po. Jo, mund ta vijoni logjikën. Kompanitë kanë marrë tendera edhe në fakultetet e tjera apo në universitetet e tjera. Cilat kompani? Avokat. Kompania të cilën e kishim edhe në dokumentarin tuaj, Krijon SHPK ka marrë tender edhe tek fakulteti i mjekësisë. Në vitin 2024 edhe më parë ka pas paralel me sterilizimin si duhet. Po të njëjtën gjë. Unë do thoja standardi vendosur nga SPAK-u është standardi që e prisim gjithë shqiptarët, e prisim gjithë qytetarët. Standardi sot është që ne shohim atë njerëz cilët deri deri ishin pa prekshëm, sot janë prekshëm dhe janë në masa arresti dhe kjo është
ajo që ne duhet... Jo gjithë përqenjë këtë që the, avokat, se ka një pjesë edhe sidomos politika është agresuar shumë kohë të fund, pra është bërë agresive duke thënë që është organizat kriminale e tjera me radhë. Dhe kur thoni për standard, do thoni që ka prekur njerëz të rëndësishëm edhe po shkon dhe po heton dhe botën akademike? Patjetër, nëse kemi 24 masa dhe nga këto 4 janë masa akoma efektive, aktive, që do të thotë që i ka hyrë një gjëje që deri më parë ishte pa mundur që të zbuloheshin vjedhjet apo tenderat abuzive në universitetet. U morë fillimisht. Besoj ka qenë çështje vullneti sa i përket universiteteve më shumë se sa çështje. Po erdhi më njëherë pas arrestimit të kryetarit të bashkisë, do të thotë që standardi nuk do duhet ishte SPAK-u që do duhet merret në raport me këtë çështje, duke parë ngarkesën që ka në raport me dosjet me organizatat dhe grupet e strukturave kriminale dhe me dosjet e korrupsionit, do duhet ishte prokuria e Tiranës, do duhet jenë prokurita rretheve që do duhet ta bëjnë këtë gjë. Por për fat keq jemi në kushtet kur ne po shohim rektorë dhe dekan që paraqiten në SPAK. Edhe nga një thënie e kolegut të tyre në një nga emisionet e News 24, që ata thjesht kanë firmosur, por parat kanë shkuar në vende tjera. Pra, nisur nga kjo, mund të themi që SPAK-u duhet shkoj pak më tej për të kuptuar ku kanë shkuar parat. Shkuar deri te Ministria e Arsimit. Tani, avokat, për të dalë në rast ku janë parat, se nëse do djegim parat, do shohim se ku shkojnë. Atëherë, avokat, unë e di shumë mirë që ju e njihni gjendje në Universiteti Bujqësor, por edhe të universiteteve tjera për shkak të aktivizmit tuaj, për shkak se ju protestoni, për shkak se ju komunikoni me njerëz, dhe nuk jeni vetëm një avokat në vetvete, po jeni edhe një aktivist i shoqërisë civile. Së pari duat më jepni një panoram. Çfarë ndodh brenda Universitetit Bujqësor dhe së dyti ajo çfarë duat di ju e pa dokumentarin, kompania sipas dyshimeve të SPAK përcaktonte termat e referencës, përcaktonte çmimin, ishte në dijenin shumë kohë përpara që do të ishte vetëm në garë, kishte takime direkte me drejtues të universitetit, kishte komunikime direkte me rektorin e universitetit, dhe si e sheh këtë, pra është kthyer si një gjë e zakonshme që kompanitë t'i bëjnë të gjitha vetë dhe pastaj titullarët të firmosin? Po të krahasojmë atë çfarë ka ndodhur me 5D-n, është gjysma e të keqes. Pasi këtu shkojmë parat nëpërmjet një kompanie që është prej 2000 ca e ndërtuar, e krijuar, ndërsa tek bashkia u kriju 5D-ja që të shkonin parat po brenda bashkisë. Pra u kriju 5D-ja nga vetë drejtorët, që parat tenderat mos dilshin jashtë bashkisë. Pra këtu themi që është gjysma... Mos kishte përqindje, po të kishte 100% fondit. Kishte 100% fondit, pra, e thënë ndryshe. Përsa i përket situatës në Universitetin Bujqësor, e thënë vetë nga një nga pedagogët, thotë që unë kam një karrike që edhe gris pantallona tek ajo karrike. E thënë nga studentët që mungojnë elementet kryesor të praktikës që ata duhet të bëjnë në këtë universitet. E thënë vetë nga studentët që ata përballen me mungesa të theksuar të, nëse kanë orë digjitale të ndryshme për të parë, ato nuk kanë mundësi që të kenë internet. Nuk kanë mundësi që të kenë kompjutra. Pra, këto janë thënie nga vetë studentët e atij universiteti. Ndërkohë që me tendar me prokurimin e tregohet, sikur aty është situata totalisht ndryshe. Po e vërteta, kjo e thënë edhe nga vetë pedagogët është ndryshe. Kjo e thënë edhe nga vetë studentët është ndryshe. Por ndoshta kjo do të jetë një alarm për të shkuar parat vërtet aty ku duhet shkojnë për të investuar, që studentët të bëjnë praktikën ashtu siç duhet, që pedagogët apo stafi pedagogjik të ketë kushtet për të dhënë mësimin ashtu siç duhet, se ndryshe nëse ne do kemi vetëm vjedhje, situata do jetë po e njëjtë, pedagogët do bëjnë mësim në kushte të këqija, administrata do japi firmës se do marri urdhra nga eprorët për të dhënë firmat për tenderat dhe për prokurimet publike që pra të shkojnë tek ata, por në fund fare ata cilët do të shkojnë pas egrave do të jenë këta çkretët që japin firmën në kushte edhe ndoshta presioni. Lodi, që dalimi vetëm të një detaj, pa nuk dutam që pyeten edhe qytetarët tore ku ne prekim. E para këto janë nga taksat tona. E dyta, bëhet fjalë aty për një laborator për sigurinë ushqimore, që ka kushtuar paktën 275. E kemi dhe në pjesën e dytë, është edhe laboratori për cilësinë e ujit, të tjera me radhë, janë marrë lekët dhe ato laborator janë ekzistent. Kjo është humbja më e madhe. Dhe çfarë ndodh? Gjatë kohës që ka dalë kjo dosje, ne këtu kemi parë lajmin gjithsesi tonelada me mandarina janë konsumuar nga shqiptarët nga fëmijët tanë.
Pra, sa i laboratori për sigurinë ushqimore nuk funksionon para asgjë dhe sot është një nga problemet kryesore. Pra, në çdo aferë korruptive, zhvatja është masive e shqiptarëve dhe prandaj them e theksova që kryetarës që është një standard i mirë, se nuk e lidh vetëm Universitetin Bujqësor të Tiranës. Pasoja nuk është vetëm te paraja, pasoja është edhe te jeta, është në të gjitha aspektet. Po unë besoj që korrupsioni, kam përshtypjen do duhet të hyhet me themel në pjesën më të madhe të tenderave për të kuptuar se pse miliona lek shkojnë për kompani sigurimi, kur ndërkohë nuk shkojnë për rritjen e kapaciteteve të mësimdhënies, kur ndërkohë nuk shkojnë për bursa, për pedagogët për jashtëvendit, apo për të rritur cilësinë, apo për kërkime shkencore. Ky është një paradoks shumë i madh. Ju kujtohet besoj se si dikur edhe personazhet botës krimit interferuan në garen për zgjedhjen e rektorit këto ditë. Duke kërcënuar rektor. Nën kuptoni rastin e Emiliano Shullazit, apo jo? Nuk kuptova atë rasti konkret, po para disa vitesh, por unë nuk besoj që ato kanë shkuar aty ose janë përfshirë në këtë histori për arsye akademike. Unë besoj që janë përfshirë në këtë histori për çështje ose gjëra që lidhen me terma financiar. Pra për ato tendera të ngjashëm me këto që po diskutojmë, po në vlera shumë herë më të mëdha, se ne tham janë 9 procedura tenderimi, por ndërkohë hetimet vijojnë, se ne po flasim për tendera të 2022-shit, por ndërkohë gjatë kësaj kohe janë bërë tendera dhe para se të niste kjo dosje. Avokatin, duke qenë se kjo dosje ka nisur avokat dhe sigurisht në 9 tenderat që janë hetuar nga prokuroria posaçme janë gjetur shkelje të konsiderueshme sipas tyre. Personat e dyshuar i kanë mohuar akuzat, është e drejta e tyre të bëjnë mbrojtje patjetër. Mendoni që në këtë mënyrë mund të shtrihet, pra ka mundësi pak të shtrihet hetimet edhe mbi tendrat e tjerë të këtyre viteve pas 2022-shit apo para 2022-shit, sepse kompania të paktën njëra prej kompanive krijon SHPK, rezulton thuajse në pjesën më të madhe o fituese o pjesëmarrëse në një farë mënyrë një kompani o Oktapod që kishte shtrirë tentakulat. Klot, ku thash që një standard që u vendos nga SPAK-u është standardu që pret gjithë qytetari shqiptar, mendoj se SPAK-u edhe këtë dosje ka marrë seriozisht dhe mendoj se do të shtrijë hetimet deri në momentin për të zbardhur gjithë rrugën që ka bërë korrupsioni apo abuzimi në këtë universitet bujqësor. Unë pretendoj dhe do doja fort që SPAK-u t'i shkonte deri në fund dhe të kuptonte se nga vijnë këto urdhra për të dhënë tendera tek këto kompanit. Nëse ne shohim që e njëjta kompani merr edhe tek fakultetet e tjera, padyshim që është një mbështetje nga institucione, ka një person i cili e bën këtë gjë. Dhe unë mendoj se SPAK-u do t'ja dalë edhe me këtë dosje. Nëse do t'i referohemi edhe dosjes për kryetarin e bashkisë që i shkoi hetimit shumë gjerë. Kryeministri tha që unë nuk pranoj, tha, masa sigurie pa gjyq, nuk pranoj arrestime pa gjyq e tjera me radhë. Tani, po t'i themi kryeministrit është po ai që e ka firmosur, e ka vullosur sistemin e drejtësisë, është po ai që e ka votuar, është ai që në 2021 na tha më jepni edhe 4 vite sepse unë jam ai që kam bërë drejtësinë e re. Janë këto burrat e opozitës edhe të majorancës, cilët 140 vota i dhanë për sistemin e drejtësisë të re, janë po sot që atakojnë ku preken personalisht apo ku preken personat që janë të partisë tyre dhe këtu është për të dyshuar sërish tek kryeministri aktual se nuk patit njëjtin reagim ku arrestuan të tjerë, kur ju shpall në kërkim zëvendës kryeministri. Nuk patit një të reagim kundër SPAK-ut ku arrestu Ilir Beqaj apo tjerë, po të patit këtë reagim vetëm ku arrestu kryetari i Bashkisë Tiranës. Reagimet e tij janë kontradiktore, pasi duhet kemi parasysh që herë ka sulmuar, pastaj është tërhequr, pastaj ka sulmuar, por kjo deklarata më e rëndë, deklarata më... Jo, do dalemi pak se na dolen shtek. Do dalemi pak dhe në politik. Do dalemi pak, se mos harrojmë se deklarata më e rëndë, Klodi, është që tha SPAK mos guxoj të më sekuestroj telefonin mua. Dhe kjo është e papranueshme. Kam diskutuar këtë deklaratë, absolutisht është e papranueshme. Ne i kemi lexuar dosjet. Korrupsioni në botën akademike është shumë shqetësues dhe duhet të ndalemi këtu. Do ndalemi prapë këtu. Ne i kemi lexuar edhe dosjet e krimit dhe aty është përmendur emri Edi Ramës dhe nuk marr përsipër që ta komentoj. Por në dosjen e inceneratorëve, në dosjet e sterilizimit, në dosjen Partizani, po do të themi, aty nuk të del vetëm emri, po të del edhe firma. Te dosja Partizani është firma për ndryshimin e destinacionit Truallit. Tek dosja inceneratorëve është bonusi 8% për një kompani që nuk ekzistonte dhe firmosja 17 vendimeve brenda ditës për t'i hapur rrugë. Dhe unë besoj që kryeministri nuk duhet ta bëjë atë deklaratë që SPAK mos guxojë të sekuestrojë mu telefonin, se është telefoni Arben Ahmetajt që na zbardhi atë skemën. Është telefoni Monika Kryemalli që sot zoti Meta është prapa hekur dhe vijon biles kryeministrit në kushtet kur jemi. Dhe duhet dalë dhe të thotë po, telefonin tim mund marrë dhe dorëzojnë SPAK edhe le të vijoj hetimet.
Po, si e kërcënon ti SPAK-un, se ti nuk je një njeri pa pushtet. Ti je një njeri që ke parlamentin, një njeri që ke nga 61 bashki, ke pjesën më të madhe për tyre, ke gjitha pushtetet në dorë. Dhe si e motivon ti SPAK-un kështu? Kam përshtypjen që ka qenë një nga deklaratat më të rënda që kreu një shteti mund ta bëj. Unë jam kundra kreu i qeverisë po thoni, jo shtetit. Në raport me SPAK-un edhe unë besoj që ka nevojë për reformim, se në çdo institucion ka element që duhet të rishikohen apo që mund kenë lidhje, por kjo vetëm pasi të dalin dosje. Po pse tani, pse kërku tani? Të lutem se ky është një diskutim tjetër dhe unë nuk dua të largohem nga gjithë diskutimi që po bëja që ka të bëjë me tenderat. Klot, 1.5 milion, s'pun të mori nga fakti që mori në mbrojtje në një rektor. 1.59 milion euro janë harxuar nga UT-ja për sigurimin e ndërtesave. Universiteti i Tiranës. Kjo Universiteti i Tiranës. Pra, nga një studim i qendrës qytetare, 1.59 milion euro harxohen nga universiteti për sigurinë e ndërtesave dhe ruajtjen e ndërtesave. Ndërkohë që sipas jush duhet shkonin për kërkime shkencore për kushte më të mira për studentët e tjera në radhë. Se kjo më intereson pra. Ja dhe një dhënë tjetër, 495.000 euro për pajisje informatike, ndërkohë që s'ka internet. Ndërkohë që s'kam printer për printuar. Laboratoret janë jo funksional, shkurt, janë laboratoret jo funksional. E njëjta gjë mund të themi në çdo shkollë nëntëvjeçare. Kemi klasën digjitale, klasë digjitale. Djalë minatori, sot Edi Rama doli dhe tha do ndërtojmë një muze të gjeologji minierat. Ne gjithë raportojmë lajme çdo ditë nga minierat e Bulqizës se si minierat janë kthyer nga liri vdekjesh, se si studentët dhe tek gjeologji minierat dhe tek shkencat eksakte, pra fizika, matematika, kimia, janë në bjerrje dhe kemi nga 4-5 studentë që regjistrohen në vit. Por ndërkohë vijojnë të alokohen miliona euro për rikonstruksion godinash, vijojnë të alokohen miliona euro për laborator që nuk ekzistojnë dhe këto janë shumë vështira dhe për t'i ndjekur, për t'i investiguar, po dhe për t'i jetuar duke parë fluksin dhe ngarkesën që kanë autoritetet tona të drejtësisë. Se flasim tu për dosje ndërkombëtare voluminoze që vijnë nga SKY-CC. Flasim për procedura, unë kam të vështirë të besoj që në institucionet shqiptare sot ka një tender që mund të mos gjesh shkelje. Dhe sot është kryer një frikë që shumë drejtues institucionesh kanë edhe frikë firmosin. Ne vetëm para pak javësh kemi pasur para se të arrestoj Veliaj largime masive nga Bashkia e Tiranës. 12 drejtor mos gaboj që u shkarkuan vetëm brenda një ditë. Ky është standardi me tenderat e SPAK-ut që sot kanë frikë të japin firmën firmosin. Kam vetëm një minutë kohë. Mendoni që nisja e një hetimi tërësor në shumë universitete, në shumë pra në një farë mënyrë të ketë të gjurmohet, jo vetëm kjo kompani, por edhe kompani tjera që kanë fituar tendra do t'i shërbente në një farë mënyrë përmbysjes së këtij sistemi, se shumë problematike, por e kam shumë të shkurtër sepse jam në limitet e kohës. Disa për universitetin janë pjesë e dosjeve kriminale. Mjafton që të ndjekësh edhe i ke aty. Pra po thoni që SPAK të ndjek paran dhe të shkoj tenderat në çdo universitet. Disa dosje kriminale kanë të përfshirë dhe tenderat të universiteteve publike. Mjafton të shkoj pas atyre çfarë thuhet në dosjet e grupeve kriminale dhe kupton shumë qartë. Do t'i bie shumë shkurt, do t'i vjedhë shprehjet e Edi Ramës kur u pyet nga kolegu jon Arber Hitaj për 5 dëm. SPAK ta t'i nxjerrë ujin e zidhon. Korrupsioni në universitetet duhet t'i nxjerrë ujë zi se është një dëm për gjeneratat. Në breza. Në breza. Faleminderit avokat Serani, faleminderit Elker Bushkolaj. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni në Shënjestër për këtë mbrëmje. Unë do t'ju lënë në shoqërinë një dokumentari që ka të bëjë pikërisht me gjetjet të tjera të SPAK për korrupsionin në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Sigurisht dosja shumë voluminoze dhe shumë detaje kanë mbetur jashtë këtij dokumentari, por sigurisht do kemi kohë për t'u rikthyer. Për t'ju rikthyer kësaj çështjeve, por edhe të tjera. Duke e lënë në shoqërinë e këtij dokumentari, ju rikujtoj se bashkë do të ritakohemi të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natën e mirë. Por biznesmeni Piro Zoga duket se kishte shtrirë tentakulat e tij në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Tenderi për laboratorin e vlerësimit të ujrave nuk ishte i vetmi që kompania e tij, Krijon SHPK, kishte fituar pranë këtij universiteti nëpërmjet një gare të paracaktuar. I tillë duket se është edhe tenderi për blerjen e reagentëve me fond limit 54 milion lek, ku komunikimet midis dekanit të UBT, Ilir Kristo, dhe Piro Zoga, administratori i kompanisë Krijon SHPK, që më pas rezulton të jetë fituese e këtij tenderi, kanë nxjerrë në pa edhe mënyrën se si veprohi për favorizimin e subjektit në fjalë, si edhe midis drejtuesit të lartë të UBT dhe Endri Zoga, punonjës në këtë kompani. Tender që siç tham, data e fundit për dorëzimin e hapjen e ofertave do të ishte 10 janar 2023, ku autoritet kontraktor do të ishte Universiteti Bujqësor i Tiranës.
Sipas shkresës numër 3596, protokolluar datë 2 dhjetor 2022, kërkesë për miratimin e vazhdimit procedurës me objektin e prokurimit, blerje, reagent dhe materiale laboratorike të shërbimit publik, shtetasi Altin Murto, me detyrë drejtori Drejtorisë Fondeve dhe Investimeve, i ka dërguar këtë kërkesë administratorit të UBT-s, Edmond Tërthorja, me qëllim vazhdimin e procedurës së këtij prokurimi, sipas kërkesave të ardhura nga fakultetet dhe drejtorit përkatëse të UBT-s. Por ndërsa deri këtu, duket se gjithçka shkon konform kornizës ligjore të shpalljes së një tenderi dhe hapjes së tij. Në fakt, ajo që përqimet të nxjerrin në dukje është se fituesi i tenderit del të jetë i paracaktuar. Kjo bazuar në komunikime të vazhdueshme që administratori i kompanisë Krijon SHPK, Piero Zoga, dhe një nga punonësit e shoqërisë së tij, ka me dekanin Ilir Kristo. Komunikime telefonike apo edhe nëpërmjet shkëmbimit të mesazheve që datojnë pothuajse 7 muaj para se UBT të shpallte hapjen e thjeshtuar të procedurave të tenderit për reagentët. Nga përgjimi i bisedave telefonike të administratorit të shoqërisë Krijon SHPK, Piero Zoga dhe punonësit të kësaj shoqërie, Endri Zoga, rezulton se më datë 9 maj 2022, ky i fundit ka komunikuar me shtetasin Ilir Kristo, dekani Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ku drejtuesi i UBT-s i thot se laboratori i ri që jemi duke bërë për mbrojtjen e bimëve ka nevojë për një konsult të vogël me ju. Mund ta bëjmë në telefon. Në krahun tjetër të telefonit, Endri Zoga e pyet: "Laboratori poshtë?" Komunikimi midis të dyve që vazhdon edhe mëtej, me interesimin që dekani tregon deri edhe për termometra, ku pavarësisht se Zogaj nuk i ka të certifikuar, ato që ka në dispozicion, është i gatshëm të gjejë këto pajisje laboratorike. Termometra digital keni ju të kalibruar? Po, kemi të ndryshme. Keni gjendje? Të kalibruar nuk kemi gjendje, se si me thënë ato që janë të kalibruar porositen me certifikat kalibrimi që në fillim, puna është se i skadon, dhe s'mbahen kot se, si me të thënë, një herë në vit ato duhen çuar për rikalibrime pastaj. Çfarë lloj termometri doni të kontrolloni për shembull, inkubatorët apo ambientin? Jo për inkubatorët, për pajisjen. Nxjerri po ashtu, mi çoni me një kështu, si me thënë, mi shkruajnë WhatsApp, në email, ose me çfarë do lloj gjëje, domethënë. Pasi ka folur me dekanin e UBT, Ilir Kristo, punonësi i kompanisë Krijon SHPK, që duket se ka një rol të rëndësishëm mirëbesimi në këtë shoqëri, kapet në përgjime me një nga pedagogët e këtij universiteti, i cili me sa duket është thirrur në këtë mision për të kryer rolin e koordinatorit të tenderit midis dekanit në një rënam dhe kompanisë që disa muaj më pas do të shpallet fituese. Ky pedagog del të jetë Shpend Shahini, i cili më 17 qershor 2022, në orët e vona të mbrëmjes, kapet në përgjime shtetasin Endri Zoga, teksa i thotë që ka folur me punonësit e kompanisë Krijon SHPK për ato reagentët që i duhen UBT-s. 17 qershor 2022, ora 22:32 minuta. Shpend Shahini komunikon me Endri Zogën. Hiq më mirë, ja sot fola me ato punonësit tuaj që keni atje. Çova dhe kërkesën e atyre reagentëve. Do çoj dhuratën ditën e han që ti shofi një për një ajo vet. Për një 5 milion blerje, këtë, e ke parasysh? Okej, dakord, mirë. Mirë, të honën jemi. Të njëjtët biseda, pedagogu Shahini i bën në vazhdim edhe me administratorin e kompanisë Krijon SHPK, Piero Zoga, komunikime që kryen brenda intervalit kohor të një muaji, dhe që qartësisht flasin për një parapërgatitje të tenderit që do të hapet në fund të vitit 2022. Përgjime, nga ku pedagogu i kërkon me insistim që t'i sjellë disa kite, për të cilat ka folur me rektorin Padbart Sallaku, ose le të kuptohet se ky fundit ka folur vetëm me Piero Zoga. Ore s'ka listkene, problemi është ç'a vendosin ato shefat, se pa dhënë ato urdhër ne s'mund të bëjmë blerjen, pa bë ato veprimet financiare, e kupto. Kështu që duhet me zgjidh me administratën aty me i fjalë. Kanë procedurat e veta ata, se ne nuk mund veprojmë, të porosisim kot. Me universitetin. Aty mor ke universiteti me administratën tuaj aty. Po. Zgjidheni me ato aty, të na kontaktojnë ata pastaj, se ata kanë procedurat e veta, a kupto? Po. Vetëm një ditë më pas, rektori i Universitetit Bujqësor Padbart Sallaku merr vetë në telefon pedagogun Shpend Shahini, të cilit i tërheqi vëmendjen për sasinë e madhe të kiteve që kanë kërkuar. Ca, me 101 o zotri do thot diferencë e madhe më duket, apo jo? E para, e dyta o zotri, më 24 qershor ju ka ardhur oferta nga kompania. Po, sa është data sot? Po në këtë datë, vetëm disa minuta, pasi ka shkputur komunikimin telefonik me rektorin Padbart Sallaku, pedagogu Shpend Shahini merr një telefonat nga administratori i kompanisë Krijon SHPK, Piero Zoga.
7 korrik 2022. Piro Zoga komunikon me Shpend Shahinin. Ne faktikisht me 16 ja kemi pasqu si lista saj për ofertën. Janë sqaru gjanat e kena nis ofertën me datë 24 ke juve. Është kjo oferta dhuratës, se nuk është në emrin tënd pranej. E dhuratës. Po ka qenë listë e gjatë o burr, 101 artikuj që i pash unë tani, me i numru duhet gjys dite, se ju keni edhe artikuj specifik aty. Gjatë bisedës në vazhdim, administratori i krijon SHPK, Piro Zoga, i kujton pedagogut Shahini, që shërben si ndërmjetës midis tij dhe rektorit Sallaku, që tashmë duhet të jetë universiteti që duhet fillojë me procedurat. 7 korrik 2022. Piro Zoga komunikon me Shpend Shahinin. Duhet vazhdoni ju procedurat, jo ne. Ne nuk kemi më punë se s'kemi çat ju bëjmë. Duhet vendosin ata si do e bëjnë blerjen, të nxjerrin urdhrin e blerjes. Dhurata ka qenë 2 ditë atje dhe ka ngushtu si listë, bile s'kan gjetë dhe kompanin ku mund t'i gjejnë. Unë garantoj që ta bëj porosin që sot nëse ma konfirmon universiteti. Çoje me email që ta morin ato gocat që kanë punu. Cila është listë urgjente që keni juve? Çmimet janë, legët janë, bini dakord me administratën si do e bëjmë blerjen dhe dakord. Komunikimet midis Piro Zoga, në një anë, dhe drejtuesve të UBT-s vazhdojnë të ecshme edhe në vazhdim, siç është edhe kjo bisedë midis tij dhe dekanit Ilir Kristo. 11 korrik 2022, ora 10:28. Piro Zoga komunikon me Ilir Kriston. Një gjo, për fat ato të kompanisë ne i kontaktum, për ato 3 kitet që kanë problem dhe i kanë gjendje. Ja kanë çu këto gocat e mia kësaj dhuratës që ta firmosi atë që të premten, po ajo s'është përgjigj domethënë. Okej, ja po flasun e të them. Të paktën nesër në mjes duhet dokumenti nga ju i firmos, i vulos dhe i skanuar. Na e dërgoni me email që t'ja nisim nesër që të vinë shpejt ato. Edhe me sa duket, kitet e kërkuara me urgjencë kanë bërritur, pasi kjo konfirmohet edhe nga biseda që Piro Zoga ka me pedagogun Shpend Shahini në muaj ngusht. Por nga ajo që kuptohet është se pavarësisht se kitet për llogaritë e Universitetit Bujësor kanë mbritur në Shqipëri, kompania që i ka eksportuar, në këtë rast krijon SHPK, nuk mund të t'i dërgojnë në laboratorët e UBT-s, pasi nuk është zhvilluar ende procedurat e nderimit. Dhe kjo do t'i nxjerrte zbuluar që tenderi ishte i paracaktuar, që do të thotë shkelje barazisë me operatorët e tjerë ekonomik që do të futeshin në garë. 11 gusht 2022, ora 10:10. Piro Zoga bizeton me Shpend Shahinin. Ato kitet a kanë ardhur. Ato kitet ju i kërkuat me urgjencë dhe unë i solla me urgjencë. Unë i kam lajmëruar ato shefat e tu që kanë ardhur. S'kan thonë ty ata. Më thanë që do vi në fakultet edhe për procedurat. Duhet i boni ju procedurat, se s'kemi ku i sjellim në qoftë se nuk bëhen me procedurat ty. E kupton? Fol me administratorin, si do e boni. Por pavarësisht se procedurat e tenderit të pajisjeve nuk janë kryer, çka duket qartë, edhe në bisedat që drejtuesit e UBT-s bëjnë me administratorin e kompanisë që tashmë ka kryer blerjet, ky i fundit del në komunikimet e muajit shtator, se ka rënë dakord që këto kitet i dërgojnë në laboratorët e universitetit, siç është edhe kjo bisedë midis tij dhe pedagogut Shpend Shahini. 13 shtator 2022, ora 17:46. Piro Zoga komunikon me Shpend Shahinin. Ka fol gjë Mondi se i kam thënë unë me thënë të drejtën. Po, më tha Mondi sot, dhe i thash për t'i sjell për nesër. Unë kisha një 2-3 ditë që kisha harru dhe ta çova sot atë listën. Të gjithë në rregull i kemi ne, vetëm ke harru me fut lamat për immunozorocenc. Ato 2 artikujt mungojnë se s'ka ardhur akoma, s'ka mbërrit ngarkesa, kur të vinë do t'i sjellim në laborator. Por kur mund të na vinë, Piro? Po si ka pas kompania gati, pranaj si ka nis. Po pranaja thash asaj vajzës, 10 herë i kam thanë. Shqetësimi se Piro, në këtë rast administratori i kompanisë krijon SHPK, nuk i ka sjell të gjitha pajisjet e kërkuara, është përcjell nga pedagogu Shpend Shahini edhe te Altin Murto, drejtori i Drejtorisë së Fondeve dhe Investimeve në Universitetin Bujësor të Tiranës. 15 shtator 2022, ora 15:06. Shpend Shahini komunikon me Altin Murton. Na bën një dëm të madh ai Piro, s'na i pruri të gjitha. Pse? Ka pru mangut lamat. Qa të tham unë o burr, ne bëm namin. Mundohu nëse do vem në DNI edhe Mondin dhe rektorin për këtë problem. Por duket se mangët nuk kanë ardhur vetëm lamat, por edhe pajisjet të tjera të cilat ishin siguruar nga kompania krijon SHPK, kompani që me sa duket nga nxitimi ka sjell tjetër për tjetër edhe termometrat,
shqetësim që shfaqet edhe në bisedat midis menaxheres së cilësisë së laboratorit të mbrojtjes së bimëve në UBT me pedagogun Shahini, por edhe në bisedën që ajo ka me administratorin e kompanisë Piro Zoga. 20 shtator 2022, ora 12:10, Piro Zoga bisedon nga telefoni i shpen Shahinit me Ajten Bërzollin që i prezentohet si menaxhere e cilësisë në laboratorin e mbrojtjes së bimëve. Na kanë ardhur 5 hidrometra, kur ne kemi kërkuar termometër inkubatori 3 copë, termometër frigoriferi 3 copë, që janë e njëjta gjë, por që ne nuk na duhen hidrometrat, na duhen termometrat. Ju duhen termometra, ta shoh listën se nuk jam aty. Por duket se Piro Zoga ka pasur takime të shpeshta fizike edhe me rektorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku. Takime që sipas përgjimeve janë kryer në ambientet e këtij universiteti, pikërisht në periudhën kohore kur kompania Krion SHPK ishte bler pajisjet që u ishin kërkuar pagar nga ky universitet. Sikurse është edhe ky takim që mban datën 20 shtator 2022, ku në orën 12:46 të kësaj date, Piro Zoga del se jo vetëm ka telefonuar rektorin Sallaku, por edhe ka takuar atë disa minuta më pas. 22 shtator 2022, ora 12:46, Fatbar Sallaku komunikon me Piro Zogan. Alo, mos u largo pa më takuar. Ku je? Hajde se po të pres se duhet ta konsumojmë si bisedë. Lëviza tani, ja po kthehem prap mrapsh. Prof, këtu jam. Vonon shumë se kam një takim tjetër. Hajde. Por personazhet e kësaj historie në duke korruptive me seli në Universitetin Bujqësor të Tiranës nuk e dinin se ishin përgjatë gjithë kohës në përgjim dhe në vëzhgim, siç dokumentohet në këtë episod të mbajtur në monitorim nga agentët e policisë, ku i pranishëm është shoferi i Piro Zogaj, i cili futet me duar të bosh në zyrën e prokurimeve në kodinën e Universitetit Bujqësor dhe del nga aty me një tuf me letra. Nga proces verbalet e vëzhgimit ka rezultuar se më datë 20 shtator 2022, në orën 12:01, në ambientet e parkimit në UBT konstatohet mjeti me targa AA 187 LA nga akuzbret shtetasi Armando Konda, i cili është shofer pran operatorit ekonomik Krion SHPK. Ky shtetas vjet re teksa futet në ambientet e godinës B40 në zyrën e prokurimeve. Pasi qëndron në këtë zyrë rreth 5 minuta, ai del nga aty me disa letra në dorë dhe hipën në makinë të cilën e parkon rreth 50 metër më larg, pranë një eventi në të cilin ndodhet shtetasi Piro Zoga. Si të ishin në kompaninë e tyre, Piro Zogaj, pasi merr letrat nga shoferi i tij, drejtohet në godinën e rektoratit. Aty nga ku del vetëm 2 orë më pas, për t'u larguar me të njëjtën makinë me të cilën mbriti. Në orën 12:31, shtetasi Piro Zoga hipën në automjetin me targa AA 187 LA dhe drejtohet për nga rektorati i UBT-s dhe pasi zbret nga makina, ai vjet re teksa futet në ambientet e brendshme të këtij rektorati, nga ku del në orën 14:17 dhe largohet me automjetin me targa AA 187 LA me shofer shtetasin Armando Kondaj. Por bindja e grupit hetues se janë përballë një afere korruptive është konfirmuar edhe nga kryqëzimi i provave dhe rrethanave në të cilat dyshohet se është kryer kjo vepër penale në bashkëpunim. Siç është edhe fakti që në numrin telefonik të administratorit të kompanisë Krion SHPK, në këtë rast Piro Zogaj, gjenden dokumente prokurimit prodhuara nga zyrat e prokurimeve në UBT, që në muajin korrik 2022, pra shumë më herët se ky tender të shpallë i hapur, që përkon me muajin dhjetor të këtij viti. Më datën 7 korrik 2022 në orën 10:19, Piro Zoga i ka dërguar në aplikacionin WhatsApp shtetasit Fatbar Sallaku, rektor në UBT, dokumentin me titull Oferta UBT FBM 2406-2022, dokumenti me një listë reagentëve për procedurën e prokurimit të mësipërm që është përgatitur që në muajin qershor 2022 nga operatori ekonomik Krion SHPK, ndërsa procedura e prokurimit është hapur më datë 29 dhjetor 2022. Pra është e qartë që operatori Krion SHPK me administrator Piro Zogaj jo vetëm ishte në dieni disa muaj më herët për tenderin që do të hapi, por kishte nisur edhe blerjen e reagentëve përpara se të shpallej edhe vetë procedura e tenderimit. Ktu, ku dalin në pa, lidhjet e administratorit të kësaj kompanie jo vetëm me titullarin e UBT Fatbar Sallaku, por edhe me dekanin Ilir Kristo.
Më datë 7 korrik 2022, Ilir Kristo, dekan në Fakultetin e Mjedisit, i ka dërguar shtetasit Piro Zoga në aplikacionin WhatsApp dokumentin oferta UBT FBM 24 qershor 2023, e cila përmban një foto me një listë me 8 zëra materiale, kite, reagent. Më pas, ai dërgon mesazh shtetasit Piro Zoga: "Përshëndetje Piro, lista më detajuar e materialeve që diskutuam, KLM, Ilir Kristo." Piro i shkruan: "Kjo është lista e konfirmuar? Ti futim në porosi?" Iliri i përgjigjet po. Por siç thëmë, i gjithë meraku, pasi pajisjet kishin mbritur në Shqipëri, ishte si do të vazhdoj mëtej deri në momentin kur nuk ishte ende një procedurë tenderi. Ndërkohë që koha nuk priste, pasi laboratori i ri në UBT duhet të certifikohej, dhe futja e këtyre pajisjeve pa tender në laborator nuk mund të bëhej asesi pa miratimin e titullarëve të rektoratit të UBT-s. 25 korrik 2022, ora 9:52, Piro Zoga i shkrua në aplikacionin WhatsApp shtetasit Ilir Kristo me detyrë dekan në Fakultetin e Mjedisit: "Materialet kanë ardhur, si të procedojmë?" "Faleminderit Piro, njoftova shpendin dhe administratorin, do lidhe me ty KLM Iliri." Por magazinimi i këtyre pajisjeve të prokuruara pa tender nuk mund të bëhej pa miratimin e administratorit të UBT-s, i cili nga ana e tij nuk vonon dhe më datë 14 shtator i jep lejen Piro Zogajt që të sjellë materialet dhe t'i magazinojë në UBT. Më datë 13 shtator 2022, në aplikacionin WhatsApp, shtetasi Edmond Tërthorja, administratori i UBT-s, komunikon me shtetasin Piro Zoga. Si e, në orën 14:44, Piro i dërgon një foto e cila përmban një listë me 8 zëra. "Ndjes, kjo është lista e shpendit, ti sjellim nesër? Si do t'ja bëjmë, se na duhen, dhe të nis procedurën për all." "Po i dërgoj nesër, ti çojmë te magazina apo te shpendi?" "Po të them në mëngjes." Më datë 14 shtator 2022, në orën 10:50, Edmond Tërthorja i dërgon SMS Piro Zogaj: "Ndjes se u vonova, silli në magazin dhe e zgjidhun pastaj." "Okej, nesër në mëngjes, po i çojmë te magazina."